Do të shkojmë tek pjesa e sistemit të drejtësisë, po të ndalemi pak tek pjesa e opozitës ku kreu i saj, pra konkretisht i Partisë Demokratike, Sali Berisha nuk i pranon këto zgjedhje duke reflektuar edhe ato po themi instiktet politike të pas viteve 90 apo të viteve 2000 ku nuk i pranonte rezultatet e zgjedhjeve. Pse Berisha në këtë rast nuk i pranon ato çfarë ka dalë pas 11 majit, apo ka të drejtë në kontestimin e rezultatit të këtyre zgjedhjeve? Është thjesht, e para nuk ka asnjë lloj drejti. Në mënyrë absolute s'ka drejt. Po që për drejt, kemi drejt në tjerët, që nuk në më dhanë asnjë lloj shansi për të qenë politik, se besoj kam edhe unë si person, po ka dhe tjerë si puna ime, me vokacion më të lartë, më të fuqishëm, më dinjitoz, më të besueshëm se Berisha në politikë. Me maskaralli që ka marrë vurën e PD-s, ka marrë kryesimin e saj, në mënyrë antistatutorë, pra antiligjore, ka bërë kompromis me PS-n për kodin zgjedhor, dhe në vend që të përgjigjej ai për çdo votë të vjedhur partive tjera që s'ishin pranishëm aty, ai kërkon sa për votën që e pas kanë vjedhur, duke pasur njerëz të tij atje në komision zgjedhor tek numëruesit dhe në çdo segment të këtij sistemi zgjedhor. Ai po të pranoj dorëheqjen, ai duhet po të pranoj humbjen do dorëhiqet në mënyrë automatike. Ai s'mund dorëhiqet. Ai është rikthyer në PD për të pasur një forcë politike 20-30% mire ka Berisha për hallin e tij. Të bëj presion për të destabilizuar politikën shqiptare dhe mbështetjen shqiptar në mënyrë që ta ketë si mjet pazari për të mos u goditur ai. Ai çdo bënte, mund fitonte zgjedhjet, e do dërgonte emisarët e tij në Amerikë, do thoshte me hiqni në ngratën, unë të bëj çfarë doni ju, ndryshe unë e shkërmoj këtu e bëj më zis sa është. Është e sigurt në gjithë, po them. Nuk mund të ketë hall më të madh një njeri që të hedhë 10 milion, se 6 i dihen. E kanë pranuar dhe një që janë 3 kontrata. Një ka $6 milion. Vetëm e vetëm për të marrë një vizë. As për takuar administratën amerikane jo. As për të hequr në ngratën jo, po vetëm për të marrë një vizë. Me pretendimin se patriotë e mëdhej hajdut që janë fshehur pas tij, se ky e emëron patriot ky, njëse hajdut e vet. Kundërshtarit i ka anti-shqiptar. Patriotët hajdut berishian kishin nevojë për takime me të. Sa ata që paguajnë 6 milion atje, 250.000 në muaj, e kishin vështirë të vinin këtu ata. Të shmalleshin me krye hajdutin e tyre. Nuk ka kontratë tillë kaq paturshme sa kjo. Kaq palikshme. Që të shkelësh ligjin shqiptar për mua dhe atë amerikan. Të mos e deklarosh ti atë këtu, atë pikërisht momentin e zgjedhjeve. Ta përdorësh kukullën amerikane të paktën për të, nuk e kanë pas halli për shqiptarët e tjerë, ne na lodhën duke sqaruar. Po për njerëz të tij që pranojnë çdo lloj absurdi, mjafton që ai të tundi diçka atje, edhe ata turren mbas Berishës. Pra ju krijoi atyre siç thot guvernozi, po pse na e sollën tha këtë rasivitar, ne menduam se ky do bënte këtë apo atë, për të gënjur njerëzit pas vetes, për t'i mbajtur me shpresë. Një ëndër amerikane, por që këtë radhë mbante në njërin anë monedës fytyrën e Berishës, në anë tjetër lasivitas. I bën edhe këngë. Pra deri këtu e mbuliti shpresën që ky amerikani do bëj çuditëra. Ky që do vi. Po ne në fakt pam një person profesionist që vinte për zbatuar një kontratë për cilën ishte paguar. Dhe që edhe shfaqjen e tij ligjore e kishte marrë me siklet, po që ja kishte kërkuar shumë pala shqiptare. Berisha me shok. Ai në fakt vinte për të bërë një kontratë mundësisht që të mos a merrte vesh dikush, po këta nuk donin kontratën se e dinin përfundimin. Këta donin imazhin e tij. Në këtë mënyrë mashtruan disa persona që duan të mashtrohen, sa ata që kanë mund të kokë thellohen dhe i vlerësojnë të gjëra, po në krahun tjetër për një kohë të shkurtër doli fiasko dhe i ka dalë loja dhe më keq. Pra nuk në vend të vinte vetlla nxori syt,
ka zbuluar pa dashje që ka minimumi 2 kontrata, unë mendoj që kanë dalë 3. Më e vogla për tyre mund të jetë 6 milion. Dhe këto kontrata kanë kriminalizuar personin që ka firmosur Nokën, kanë kriminalizuar Berishën si kryetar PD-s, se Noka ka firmosur si sekretar. Berisha ka qenë ndjeni dhe ka pranuar, dhe kriminalizon vetë subjektin juridik që është PD. Nëse do zbatojmë ligjin, për mua këta persona dënohen penalisht, ndërsa PD-ja duhet pezullohet si subjekt juridik të investuar në kundërshtim me ligjin. Nëse do të ketë ligj. Pra këtu në këto halle që është Berisha nuk mund t'japi dorëheqje, pasi jaku janë pasojat. Në momentin e parë që jep dorëheqjen, pranon zgjedhjet që ka humbur, ai duhet të jep dorëheqjen. Po ai dorëheqje nuk e jep kurrë, se është xha në probleme ligjore, tani është zhytur prapë. Për dal nga ca probleme ligjore me Partizani dhe me tjerë, u zhyt në problemin tani të obimit dhe Civitas, që për mua do të jetë një problem ligjor i ardhshëm dhe do të ndodhi dhe do të kujtohet. A i ka marrë parat e ti La Civita dhe pse Berisha nuk e tregoi asnjëherë dhe nuk e bëri publike kontratën e tij me strategun e fushatës elektorale? Doli kontrata, janë nxorë njerëz e vet. Kjo janë të morë me shok, janë nxorë. Përveç asaj, domethënë që thuhet që është pjesë lobimi. Po mirë, ka kontratë tjetër. Një kontratë është 2 vjet, njerë thonë 1 vit. Një kontratë është dhe Muli ka pranuar që kjo është një kontratë që kanë firmosur deri në fund vitit. Tani në bazë kontratës janë dhënë minimumi 3 pagesa për 3 muaj. Nga 250.000 euro 750.000 euro. Edhe këto mjaftojnë për ta zhytur Berishën dhe Mulin me probleme të rënda ligjore, pakthyeshme ligjore. Jo më pasaj që ne këto kontrata duhet të jenë patjetër të zbardhur. S'mund të ketë non-disclosure agreement. Themi ne, në kontratë lobimi politik, ku ligji shqiptar nuk e lejon. Unë nuk e di çka ka vendosur andej, por ligji shqiptar do të detyrojë që kjo kontratë hapet, por dhe ligji amerikan. Ligji amerikan e ka parashikuar, dhe unë e kam lexuar me vëmendje, kur ka kontrata me shuma të tilla të mëdha, ata patjetër fillojnë kryesisht, jo më pasaj që ka dhe një zhurmë të madhe mediatike. Edhe mos mendoni se është larg Amerika, brenda 24 orëve ka vajtur zhurmë atje. Jetojmë në botën e internetit, lajmi mund të shkojë brenda sekondash atje. Dhe atje ka filluar interesimi në dijenin time. Pra, kontrata më e madhe përpara kësaj ka qenë me $100.000 në muaj. Kjo ka përcjellë gjitha 250.000. Tani ngritit e pazarin e lobizëve tani kjo kontratë. E prishi pazari. Ishte nga $10.000 në muaj deri në 100.000. Tani ka çuar 250.000. Kështu që bilon të gjithë politikën amerikane sot për sot, gjithë administratën Trump e shoh me kurriz nga shteti shqiptar. Edhe nga pozita, edhe deti pozitës dhe të opozitës. Kështu që u lodhën kot na shesin ne një imazh pro-amerikan. Se njerëzit e kanë menduar, po ky është non grata, ku do shkoj, ku do të Shqipërinë ky? Po jo, ky shit imazh. Mendo tani, me atë imazh, ky mund të ketë marrë një 50% votave, ose 50% votave ti më tepër. Tani si do e ndajmë ne pasojat e imazhit? Prandaj duhet kishin ndërhyrë SPAK-u dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, edhe Ministri i Drejtësisë.